Zoti Basha, të gjitha ato që përmendët ju janë të vërteta. Ekonomia shqiptare sot mbahet vetëm në dy shtylla. Një në turizëm, të quajtur turizëm, dhe e dyta në ndërtim. Degët thelbësore të një ekonomie, të një shteti, që është industria, markat e prodhimit vendor, prodhimi vendor në përgjithësi, dhe bujqësia janë në rënje të lirë. Por, i lutem do më dëgjoni vetëm për një çështje që unë mendoj që është edhe më problematike se sa këto që përmendëm që unë prapë i quaj pasoja. Pa diskutim janë pasoja. Janë pasoja. Në të gjitha rastet kur eksportet e një vendi, e një shteti, marrim rastin e Shqipërisë, janë në një minus historik, flas për vitin 2024. 5.4 miliard euro deficiti tregtar. Pra, 5.4 miliard euro kanë dalë jashtë Shqipërisë. Dhe ndërkohë shikojmë që përsëri leku është në pozita jashtëzakonisht fortë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që pavarësisht makijazheve që përdor librat e statistikave të qeverisë, me numrin e supermadh të turistëve që vinë, që kompensojnë deficitin tregtar, dhe për investime të çuditshme që nuk i shohim praktikisht, pra të gjitha në shifra të cilat mund të manipulohen, por një shifër nuk lëviz dot. Shifra e deficitit tregtar. Absolutisht. Leku nga ana tjetër super i fortë. Kjo më herë bën lidhjen që rrymat e parave të zeza që futen në Shqipëri janë jashtëzakonisht më të mëdha se ato që kemi menduar ne. Pa pikë diskutimi. Dhe këtu janë futur me siguri edhe grupe ndërkombëtare të krimit. Pa diskutim. Sepse kaq e madhe duhet të jetë sasia. Nuk ka nevojë të hamendësojmë sepse është në raportet vjetore të Europolit, Interpolit dhe të aleatëve tanë strategjik. Pikërisht. Mendoni për një moment. Sepse paradokset janë nga më të çuditshme në vende të tilla. Mendoni për një moment që këto para, të cilat nuk është se prodhohen në Shqipëri, prodhohen në vendet kryesisht të Bashkimit Evropian, të partnerëve tanë Euroatlantik. Me të drejtën e Zotit ata do t'i bllokojnë. Dhe me sa duket, edhe reforma në drejtësi, edhe vetë ndërtimi i SPAK-ut, është ai litari i cili po vjen të mushtohet pikërisht për këtë arsye. Sepse edhe Bashkimi Evropian nuk është një vend i cili predikon si misionarët demokraci. Kanë interes. Për të shënduar mendimin tënd. Ja ta mbaroj. Ju e dini që un kam shërbyer edhe si ministër i jashtëm dhe si ministër i brendshëm. Do ta them se nuk e themi në sallon e skemi pse mos e themi qytetarëve. Mund të bëj edhe një ta mbyll me kaq edhe pastaj vazhdoni ju. Mendoni për një moment që fluksi këtyre parave. Prandaj po them që skenari nuk është hipotetik. Skenari që unë thash pak më përpara është real. Kjo do të thotë që leku shqiptar në një periudhë disa mujore, nëse do të zgjedhim çështjen që është një buton reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit, i bie që leku kaq i fortë të zhvlerësohet në mënyrë galopante. Ekonomia të bjeri dhe mund të përfundosh në kaos real në rrugë, rënje të rendit publik, rikthim në 97-ën. Si e mendoni ju këtë situatë? Që ka një shqetësim fundamental për pjesën informale dhe të ardhurave në Shqipëri. Kjo duket, dhe këtë nisa të them, në raportin jo të zhdrejt, po të paimagjinueshëm në misionet diplomatike të akredituara në Tiranë. Dhe këtë e them jo thjesht me konstatimet e sotme, po edhe me përvojën dhe përgjegjësinë e dikujt që ka shërbyer edhe si ministër i jashtëm, edhe si ministër i brendshëm. Si është e mundur që vendet partnere, vendet aleate, të kenë një racio, një proporcion, 1:10 dhe 1:20 midis stafit diplomatik dhe ekspertëve të rendit publik dhe të luftës kundër krimit, kryesisht luftës kundër krimit. Ju e dini për çfarë kam fjalë. Misione të rëndësishme të aleatëve tanë strategjik, për çdo diplomat kanë 20 oficer të agjensive të ligjzbatimit. S'ka rëndësi nëse janë ekspert pastrimit parave, apo të luftës kundër trafiqeve të paligjshme, apo edhe më drejt për drejt të luftës kundër strukturave të krimit organizuar. Ky është një proporcion që flet
vërtet ulërin për stadin kritik në cilin ndodhet ekonomia shqiptare dhe stabiliteti social i Shqipërisë si rezultat i përmbysjes totale të raportit mes paras informale dhe pjesës tjetër të ekonomisë. Dhe ne nuk është se përjetojmë për herë të parë. Është era e tretë nëse. Prandaj është jetike për dikë që i dhimbë se të vendi. Është jetike për të gjithë ata që e kuptojnë që roli parë i shtetit në kontratën sociale është siguroj paqe, siguri, rend publik, stabilitet, që të merret çdo mas, që kombinimi i këtij skenari, parave të pista dhe interesit drejt për drejt partnerëve tanë strategjik, sepse preken vetë ekonomitë e tyre, vetë siguria e tyre kombëtare nga kjo, për ta zvogluar, goditur, ndalur këtë fenomen, dhe një prej pasojave që diskutohet pak më parë, që është futja në recesion e çdo sektori deri tani me përjashtim të sektorit të ndërtimit dhe deri diku turizmit, çdo sektor tjetër i prodhimit sot është në recesion. Patjetër. Është në recesion. Këtu kemi një koktejl vdekjeprurës për stabilitetin ekonomik dhe pa diskutim dhe për stabilitetin social të vendit. Prandaj këto zgjedhje nuk janë thjesht dhe vetëm për programet, pra të vetë që me program për 1 qershorit jemi ne, të tjerët janë bëjnë prestigjatorin me tezat, kopjura të vjedhura dhe parciale, por nuk është thjesht dhe vetëm çështje e nivelit taksimit. Okej, ne kemi ardhur me 9% dhe s'është tek. Është që jemi konkurrues me vendet e tjera të rajonit që janë në 9%, sepse ne kemi jetike të thithim investimet huaja, por dhe po kështu të reinvestojmë parat e investitorëve dhe sipërmarrësve potencial shqiptar në ekonominë shqiptare. Nuk është thjesht çështje e luftës kundër korrupsionit si pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik. Është çështje, siç është shtruar me drejt, esenciale e stabilitetit social të Shqipërisë. Për këtë arsye 11 maj është një ditë përgjegjësie shumë e madhe nga prindrit për fëmijët dhe nga fëmijët për prindrit e tyre të moshuar për pensionistët. Nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për të vendosur për një pjesë programit që t'i intereson si fermer apo si sipërmarrës, taksat apo arsimi apo familja, për gjitha këto ne i kemi përgjigjet për këto grupe interesi brenda kuadrit makroekonomik shqiptar. Bëhet fjalë nëse Shqipëria e nesërme do të zhytet një depresion thellë ekonomik dhe destabilizim social, apo do të dalë nga kjo gjendje dhe do të ecë e sigurt drejt një destini europian të një ekonomie të zhvilluar dhe një të ardhme të sigurt për çdo shqiptar.